Qof lëvduar Jezu Krisht, i të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftohem që së bashku të lusim mbrëmsoren. Sot është e kremtja e korpit dhe gjakut të Krishtit. O hymë e anëndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Pra këndo o gju, misterin e këtij trupi të lavdishëm, e të gjakut të paqmueshëm, që për të shpërblyer botën derdhej mbreti i të gjitha kombeve, fryti i barkut shpirt bujar. Dhuruar neve për ne i lindur nga një virgjër e paprekur, ai në botë e kaloi jetën duke hapur faren e fjalës, e kur e plotësoi afatin, mrekullisht përmbushi urdhrin. Në atë mbrëmje në darkë të fundit, në tryez ulur me vëllezërit, duke ju bindur plotësisht ligjit me ushqime të ligjëruara, ushqim qetës së 12-ve u jep vetën me duar të veta. Fjala njeri me fjalë korpin përfton bukën e vërtet, bëhet vera gjaku i Krishtit, nëse shqisa se kupton, për të forcuar zemrën e qiltër, vetëm feja i mjafton. Këtë mister pra të madhëruar, të adhurojmë me fytyrë për dhe, edhe mësimi i motit të shkuar, t'ja lëshoj vendin djatës re, çka s'mbrin mendja për të kuptuar, e plotson e shenjtja fe. Hyetat edhe të Birit, lavdi u qoft dhe hare, nder pushtet e dhënja e hirit, dhe bekimi në qiell edhe, vetës së tretë shpirtit të shenjtë, lavdërimi i qofti njëjtë. Amen. Antifona e parë. Me shtar për amshim në mënyrën e Melkizedekut, Krishti Zot e kushtoi bukën dhe verën. Psalmi 110 rreshtat 1-5 dhe 7. Mesia mbret dhe mështar. I tha Zoti Zotit tim, ri në të djastën time, derisa ti vër miqtë tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahërori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lartë do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Me shtar për amshim, në mënyrën e Melkizedekut, Krishti Zot e kushtoi bukën dhe verën. Antifona 2. Do ta ngrej kelkun e shëlbimit, do ta kushtoj flin e lavdis. Psalmi 116 rreshtat 10-19. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në utimin tim kam thënë, renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, e çmuesh mësht para Zotit vdekja shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtores sate, ti i këpute hekurat e mi. Ty do ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do ta thërras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jeruzalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Do ta ngrej kelkun e shëlbimit, do ta kushtoj flin e lavdis. Antifona 3. Ti e udha dhe e vërteta, ti o Zot je jeta botës. Kënga krasto librin e zbulesës, kapitulli 19 rreshtat 1-7. Dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja.
lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani të vegjël e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Ti je udha dhe e vërteta, ti o Zot je jeta e botës. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë drejtuar Korintasëve, kapitulli 11, rreshtat 23 deri 25. Vëllezër, atë mësim që mora prej Zotit, atë edhe juve u mësova, domethënë se Zoti Jezus, atë natë që po tradhtohej, mori bukën, u falenderua, e theu dhe tha: "Ky është korpi im për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Po ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun e tha: "Ky kelk është beslidhja e re në gjakun tim. Bëjeni këtë gjithsa herë që të pini në përkujtimin tim." Kënga ungjillore Magnificat, antifona. O fshetësi e darkës, ne ushqemi prej Krishtit, e përkujtojmë vuajtjen e tij. Shpirti është plot me hire, na u dhurua pengu i lumturisë. Aleluja. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuare tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. O fshetësi e darkës, ne ushqehemi prej Krishtit, e përkujtojmë vuajtjen e tij. Shpirti është plot me hire, na u dhurua pengu i lumturisë. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishti në darkën e fundit dhuroi trupin dhe gjakun e vet për jetën e botës. Të bashkuar në lutjen e falënderjes, ta thërasim emrin e tij. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuroi jetën e pasosur. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, na urdhërove që ta kremtojmë Eukaristin. Bëj që të marrim pjesë në të me fe e dashuri. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuroi jetën e pasosur. O Krisht, me shtari vetëm e i tejet lartë, me shtarve u abesove misteret e tua, bëj që në jetë të shprehin çka kremtojnë në sakramente. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuroi jetën e pasosur. O Krisht, ti bashkon në një trup të vetëm ata që ushqehen prej të njëjtës bukë. Forcoj në paqe dhe mirëkuptim të gjithë ata që besojnë në ty. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuroi jetën e pasosur. O Krisht, shërues qiellor, me bukën tënde na dhurove ilaçin e pavdeksisë dhe pengun e ringjalljes. Falua shëndetin të sëmurve dhe mëkatarve faljen. Jezu Krisht, shujt qiellore, na dhuroi jetën e pasosur. O Krisht, që në Eukaristi na jep hir ta shpallim vdekjen dhe ringjalljen tënde derisa të vish. Të gjithë ata që në ty vdishën, bëj pjesëtar të ngjalljes sate. Jezu Krisht, shujt qiellore, na dhuroi jetën e pasosur. Aty që je në qiell, u shenjë trofte e mryt, art mbretëria jote u bëvë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë,
e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot Jezu Krisht, që në sakramentin e mrekullueshëm të Eukaristisë na le për kujtimin e Pashkës sate, bë që të adhurojmë me fe të gjallë misterin e shenjtë të trupit dhe të gjakut tënd, që për herë të sprovojmë të mirat e shëlbimit. Ti që jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.